e sheh, askush nuk po e sheh të mundshëm bashkëpunim me zotin Kurti. Ajo që ka zoti Kurti ka prezantuar në 5 vitet të fundit është problematike. Mënyra se si ka shkarku ministrin e LDK-s, mënyra se si është sjell 4 vite në pushtet, janë problematike. Por unë prapë mendoj se ka mundësi, duhet të i kaluan këto. Kushdo që tjetë kryeministër nesër ka me ul me Vučićin, dhe nuk pranon me ul me Albin Kurtin ose me Lumia Bligikun ose me Emri Krasniqin apo Haradinin apo tjetër, është e papranueshme, është e paarsyeshme. Duhet të ulen, të bisedojnë dhe të merren vesh, qoftë edhe për shkundëzgjetje. Sepse duhet në fundit duhet të ulen të merren vesh edhe për këtë punë. Nuk ka patjetër gjitha partitë duhet ta mendojnë objektivisht dhe të jenë më konstruktiv. Por prapë topi është në dorën e zotit Kurti, sepse ai ka 48 deputet, ai ka shumicën, ai ka përgjegjësinë në konstituimin të institucioneve, ai ka përgjegjësinë në formimin e qeverisë. Dhe lëvizjet e tij nuk janë lëvizje drejt këtij qëllimit përbashkët të institucioneve të popullit të Kosovës. Faleminderit për mbarë. Përpjekja e 11 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, Arben Gashi që ka thënë që